Irmal, të përshëndes, duke që gjykata e Tiranës ka pranuar kërkesën e prokurorisë, sa vite është dhënë për dy vrasësit? Gjykata e Tiranës ka dënuar me 55 vite burg dy autorët e vrasjes së Edmond Papës, ngjarje kjo e ndodhur në vitin 2022. Për Andrew Bolden, që cilësohet edhe si personi që ka qëlluar në drejtim të Edmond Papës, gjykata ka dënuar atë me 30 vite heqje lirie për akuzën e vrasjes me paramendim të kryer në bashkëpunim dhe armbatje pa leje, ndërsa për Albano Velon, 30 vjeçarin i cili akuzohet se ka bashkëpunuar për ekzekutimin e Edmond Papës në bashkëpunim me Andrew Bolden, gjykata vendosi dënimin e tij me 25 vite heqje lirie për akuzën e vrasjes së kryer në bashkëpunim. Nga ana tjetër, ngjarja ndodhi në dhjetor të vitit 2022 në zonën e Selitës në kryeqytet, teksa u ekzekutua në ambientin e një lokali Edmond Papa me dyshime se vrasja të ketë ndodhur për hakmarrje. Kujtojmë në fakt që dyshimet e prokurorisë janë se Edmond Papa të jetë ekzekutuar nga Andrew Bolden dhe Albano Velo, kjo për shkak të përplasjeve që kanë patur me grupet rivale, kjo sa i takon trafikimit të lëndëve narkotike. Më herët, në fakt, Edmond Papa dyshohet si i përfshirë në një atentat ndaj Aleksandrës Adikajt, edhe ky i vrarë në verën e vitit 2022, ndërsa në shenjë hakmarrje, po themi, për këtë vrasje, ai u ekzekutua në dhjetor të vitit 2022 në kryeqytet dhe policia në atë kohë identifikoi dhe vuri në praga Andrew Bolden e më pas edhe Albano Velon. Për gjitha këto ka qenë fillimisht prokuroria e Tiranës që kërkoi dënimet me 30 dhe 25 vite heqje lirie, kërkesë e cila u pranua nga gjykata e Tiranës para ditën e sotme. Mirë, Irmal, faleminderit për këtë raportim të drejtë për drejtë.